Por benefiti mund të jetë që edhe në minutazhin televiziv që ne merresh vetëm për të sakatuar opozita dhe as pak për të marrë me aferat konkrete të kësaj qeverie. Jemi duke folur në kalbjen dhe rrëzimin e një sistemi vjedhjeje, i cili është kapur me presh në dorë në disa drejtime dhe në për studio televizive të mbrëmjes, të drekës, paraditës, mbasditës, flitet vetëm për opozitën dhe për sa keq është opozita. Para se të pyes për mediat Kikias edhe si profesor, pyetja ime ka të bëjë me opozitën. A mendoni se do të ketë një kosto oportune të lartë? Unë mendoj që përplasja frontale e publike me media nuk është asnjëherë një gjë e mirë. Sado që mund të kesh arsye për ta bërë këtë gjë, Berisha ka provuar në qeverisjen e parë të tij kur ishte president, Berisha ka qenë agresiv me median dhe kuptoi që nga sjelljet agresive nuk del asnjëherë i fituar duke patur parasysh dhe ndjeshmërinë publike dhe ndjeshmërinë e institucioneve ndërkombëtare sa i takon raporteve dhe marrëdhënieve me median. Por çështja e mediave unë nuk mendoj që zgjidhet thjesht duke shpallur një përballje, duke bojkotuar apo duke i atakuar ata për programacionin që prodhojnë dhe që dukshëm mund të jetë edhe tendencioz në raport me opozitën. Çështja e mediave është një problem i madh demokracie në këtë vend, problem i madh lirie dhe ashtu siç është oligarkia ekonomike që ka cënuar lirinë, garën, ka ngushtuar hapësirën e konkurrencës në ekonomi, edhe në botën e medias ka probleme madhore që nuk mund të zgjidhen as me vendime të njëanshme dhe as me qëndrime bojkotuese po kundërshtuese si ky që pretendon të bëj opozita. Do duhet që të ketë në programin e një qeverie hije apo në programin e një opozite që pret të vinë në pushtet, duhet që krahas një morie të madhe problemesh të cilat duhen të marrin zgjidhje dhe që nuk marrin zgjidhje thjesht me ndryshimin e një kabineti qeveritar apo me rënien e një partie politike nga pushteti dhe ngritjen e një tjetre, por me një platformë të qartë se çfarë do duhet jo ndryshuar, por shkulur me rrënjë. Një prej tyre është edhe çështja e medias, sepse e theksoj, këtu nuk është çështja e një vullneti politik që do dalë një kryeminist nesër dhe thotë mediat jeni të lirë tani. Media pra do të ketë një reformë të nisur nga vetë media, mendoni? Por shikoj, janë nga vetë media po janë marrëdhëniet që kanë ngritur qeverisja dhe politika, janë marrëdhënie interesi. Sot kupton media nuk është e lirë sepse e dhunojnë, sepse e burgosin. Media nuk është e lirë sepse ka interesa. Nëse kryeministri apo kreu i opozitës bën një ceremoni sot, mediat do të jenë qefmbetura nëse ai nuk e fton, nëse nuk e ul rresht i parë i karrikeve sepse do të jetë sa më afër qeverisë. Shikon në çdo vend të botës, edhe në vendet skandinave që janë demokracia më e kulluar, mediat janë të pozicionuara politikisht. Edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe pse nuk është kjo epokë tani më e mira për të referuar, mediat kanë qenë gjithmonë të pozicionuara, kush me republikanët, kush me demokratët.